A je kundër këtyre ndërhyrjeve estetike? Jo, nuk jo. Se kum bo, po ku vjen mosha, pse jo. Naturalja është normal që ma mirë, po mas një moshe, menoj që mujnë edhe me bo pak estetik. Po nashta për rrudha pak, ose dëshka, atin ka sy qëtu, ka boost, nashta. Se pibojnë shumë, atin pa nevoj, shumë, atin shumë frymje, shumë botox, shumë fillar. Po njëherë, por vlerësohet me tishat, me ftyrën, tani kadalje, po fillojnë. Tani punoni? Po. Cila është puna jo që e bëni? Jam kozmetologja. Shumë, që pa e të puna? Mirë. A ndërkohë sot në ditën e sotit? Kush harxhon më shumë sipas teje? Femrat apo meshkujt? Garant, njëjtë nashta ose pak më shumë femrat. Pak më shumë femrat. Çka mendon që femrat më shumë harxojnë? Ma shumë për bukuri. Po. A ja vlen për bukuri me investu? Po për vetën, pse jo? Jo, po. A je kundër këtyre ndërhyrjeve estetike? Jo, nuk jam. Nuk je. Nuk Po jam. në ndërhyrje estetike, pëlqen me bën ndërhyrje? Se kum bo, po ku vjen mosha, pse jo? Na debatojnë me mosh. Po. A mendon që një femër natyrale kish më qenë më e bukur se me pas ndërhyrje? Po është shumë... Naturalja është normal që ma mirë, po mas një moshe, menoj që mujnë edhe me bo pak estetik. Qa kish ndryshume, ndiqka me bas ndryshume bo? Une, për vetja, kur gjo heq. Djetarë në pleqni ka me bo diqka, ka me ndryshu estetik. Po nashta për rrudha pak, ose dëshka, atin ka sy qëtu, ka boost, nashta që kjo pjesa, ama jo najsan ma shumë. Po pse në mas nuk pëlqeje ndërhyrjet estetike për njerëzve, pse komentojnë shumë? Për shkak se pibojnë shumë, atin pa nevoj, shumë, atin shumë frymje, shumë botox, shumë fillar, mas shumë tje që po bo që shumë fillar. Si e vlerësoni famën me gjitha gjonat, me duke e kompletuar? Është komplet, është energjia, është bukuria, është puna. A mendon që mund të vlerësohet sipas karakterit një person apo përpas pamjes që duket? Ç'është vlerësohet? Po njëherë, por vlerësohet me tishat, me ftyrën, tani kadalje, po fillojnë. Në përgjithësi, te na është dukja në shikim të parë. Po jo veç te na, po të gjithka është ashtu, se ti jetu e pa njerëz, se ti se din, unë që tash s'pi di kush janë këta njerëz. Veç që jam të e pa, për që ato pe këqyrim njerë tani, po fillojnë na me këqyrë, adin kush qfar njeri është. Dukja për që ato po mdoko që është, po do njerëz mu dok mirë, bukur. Se çdo herë komentohen femrat që janë dukje ma shumë, që kanë duken pak ma ndryshe. Për djemë, do më thonë vash pak nuk komentohet, por një femër se është zhvesh, ose zhduken ma ndryshe, komentohet ma shumë për të. Po komentohet se... S'pudin është... se nështë ma shumë hargjojnë pare për që ato. Qka s'kishe hargju ti, përveç kësaj që i thoje? Qka të kishë dojnë investimi kod, diqka? Investimi kod? Po, për ty. Po s'pudibe, kur gjo nuk është investimi kod. Për shamë, diqka që të këj investim s'u kishë pëlqime, e bo si famërën, për shamë. Po s'kisha marrë telefonat shumë të mira, pa nevoj, ose teknologjia që po ndrohet që çdo muj dishka tjetër, ose dishka shumë shtret, një qantë shumë shtret, ose s'po di, qëto sanat, materialist. Pëlqen jeta luksoze? O, jo shumë, jo shumë. Çka pëlqen mas shumë të njetë? Shka më pëlqen, mu kënaqë me jetu, që shdu. Do në fund një mesazh gjitha femrave, gjitha grave, që kështë thonë, ti si femër? Mësone, më punone veç me punu, le të punojnë femnat. Ndrume, të përshëndes, të rimat mirat.